derisa Lena janë ose one, na e kemi provu ku jena qenë. I kemi vendosur biskotat në jogurt edhe i kemi lënë normalisht të ftohta dhe i kemi lënë të natën në frigorifer. A di po bona kështë pjastigaj këtë merës, se po du me provu. Komplet si receta e TikTokut. Shishme është. Po thonë që shishme për hamë. Kjo është shumë e shishme. Okej, Lina, të marru në të përgatitje? Po. Se i kam kamerat ma për djemë? Po. Janë dy metoda. Unë po e la procesin me u po pa folë shumë, ama jep një lukë Lenë klutna? Po. Njënës për tyne mund a mishtu kafe, që ashtu pështuën. Okej. Ose edhe, për shamë tash na i kemi shumë zeta, nëse i qesim keksat në kafe, normal që kanë më na uzbut ma shumë, edhe nuk ka me dollë ta më na e shia originale, kështu që i qesim kafe në direkte kosti. Okej. Së është për sara dhe kjo. Tash t'i la shikus për me pa recete. Jo shumë. Gjatë gjithë natës në frigorifer, edhe të nesërmen mundeni me konsumu. Unë përshka kamerës i lash pak më lartë, ju mund të shtypni edhe me brenda jogurtit. Po provojmë i shtu kakao. Se kanë me akuzu Lenë shikus pa dorza që po punoj. Po spontane mora këtë punë. Kjo nuk është puna ime, madha Lena këtë punë. Okej, kësojna nuk pishën kakao, e sojna po. E kësoj kena shtu kakao. Okej. Do me thonë, kjo receta me kafe mund t'i shtoni kakao. Kjo receta me vetëm jogurt grek nuk duhet me ishtu asgjë tjetër sepse ka një shije fantastike. Si pas shijes juj, mund t'i provoni të dyat, është të rëndësishme me lanë biskotin me uftof dhe me lanë të shëndroj gjatë gjithë natës në jogurt. Dhe nesërmen kërë konsumani është pikrisht kjo. Do me thonë një shije fantastike. Qështë t'ja lana emrin a recetës tonë, Lenë? Që s'ke i kishën vetëm. S'ke ke viral ishë ndeshëm. Peks. Na mirë. Okej. Lenë faleminderit shumë, që s'na lenë me nga kurreshtja me provu edhe sanet pashnetshme. Do me thonë e shujti kurreshtën, Lena. Që faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Bita. Faleminderit edhe bebit që po na duron nive. Ne do të shihemi pa tjetër javën tjetër, Lenë.